Kryeministri Edi Rama vendosi që të shkarkojnë nga posti i zëvendës kryeministres Belinda Ballukun, si dhe 6 ministra të tjerë. Për të folur mbi këtë lëvizje të zotit Rama, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Zaqi Islami. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë ju faleminderit për ftesën juve. Avokat, si e pat të këtë lëvizje të zotit Rama për të hequr dorë nga Belinda Balluku? Një përpjekje e dëshpëruar për të zgjatur dhe ca kohë agoni në pushtet, sepse përfundimisht ai e di që pushteti i tij ka rënë, për të mos folur pastaj për personalitetin që ka shkuar në atë botë, por është një luftë që bën për të ruajtur karriken akoma dhe sot e kësaj dite. Dhe ta zgjas edhe pak sa të mundet ta zgjasi. Por nga ana tjetër tregon edhe luftën e brendshme që kanë ata brenda në parti, luftë që ka filluar me bryla dhe me vrasje që nga viti 41 kur e krijuan këtë parti, që këtë forcë politike që qeveris sot Shqipërinë, edhe sot e kësaj dite. Pra janë në luftë të përhershme, janë luftë për të marrë karriken secili kërkon të zërë vendit tjetrit, secili kërkon që të bëj gropën tjetrit. Në fillim, ta që marrin kabinetin e parë që i merr ai krye gangsteri, krye hajduti, i merr dhe i bën ministra, e zëvendës ministra, ku diun çfarë i bën, lëpihen dhe janë gati që t'i lëpin dhe këpucët të Edi Ramës. Ndërsa kur vjen pastaj momenti që e shikojnë që u duket sikur kanë krijuar autoritet dhe sikur ai s'ka ç'u bën, atëherë ai qërron dhe u pret këmbët. Dhe rasti konkret është rasti Spiro Palit. Praktikisht Spiro Pali nuk është përgojuar për afera korruptive, sepse në fund s'kishte çfarë bënte në Ministrinë e Jashtme. Por ajo Spiro Pali dhe kushdo tjetër duhet të gjykohet dhe të dënohet për ambasadoren që kanë në Gjermani, e cila ka punësuar agent rus në ambasadën shqiptare në Gjermani, dhe që në praktik kanë shërbyer si ndërlidhësa të Edi Ramës me Moskën. Avokat, në fakt pati një reagim të ambasadës son ose të Ministrisë Jashtme, ku deklaroi që nuk është e vërtet një lajm i tillë, pra që ambasadorja jonë në Gjermani të jetë në procedim penal ose të ketë punësuar njerëz të cilët nuk janë përshtat ambasadës tonë. Këta gjithmonë i përgënjeshtrojnë çfarë do lloj lajmi që del në media dhe çfarë do lloj problemi që bëhet mediatik, gjëja e parë do bëjnë do ta përgënjeshtrojnë. Pastaj fillojnë të thres paku një nga një, atëherë e kuptojnë shqiptarët nëse kanë thënë të vërtetën apo s'kanë thënë të vërtetën. Por ku ka zës është pa gjë, thot populli. Ne dim shumë mirë që Edi Rama marrëdhëniet i mban me Moskën dhe me Pekinin. Dhe dim shumë mirë që është person non grata, pavarësisht se nuk është shpallur zyrtarisht, po është person non grata në Amerikë. Dhe përpasoj ka kërkuar dhe mendoj që kërkon azil politik në Moskë, prandaj ka punësuar agentët rus në ambasadën tonë në Gjermani. Sa është e vërtet, e din ata se ne jemi në zyrat e tyre, as kemi dokumentat, as kemi prova. Por media të ka thënë dhe këtë po thotë. Nuk e besoj për gënjeshtrimi që bëjnë ata, nuk e besoj kurrë, sepse këta çdo gjë përgënjeshtrojnë, vetëm kur u bën rrugët cop-cop, kur u rrjedhin tunelet, kur u çahen digat, atëre duan apo s'duan dalën edhe e pranojnë. Megjithatë, ky akoma Linda Ballukun e mban në pushtet, e shkarkoi nga detyra si zëvendës kryeministre, por ama nuk e heq imunitetin për ta çuar në dorë drejtësisë dhe drejtësia të merret me të. Nëse është në Shqipëri Edi Balluku, natyrisht se ka shumë mundësi që të ketë ikur. Por nga ana tjetër më erdhi mirë për një gjë. Nëse ju kujtohet para pak kohësh, unë kam thënë tek juve që në Ministrinë e Mbrojtjes të Shqipërisë janë punësuar agent të Greqisë dhe shtetas grek. Dhe një prej tyre ishte Ministri i Mbrojtjes, ky Lëngu. E hoqi Lëngu sepse pati reagime të jashtëzakonshme nga qytetarë shqiptarë, nga detarë shqiptarë, nga patriotët shqiptarë që duan këtë vend dhe duam që Greqia të jetë atje ku është, se s'kemi që bëjmë, se lëvizim do ta nga është, por të mos na bjerë në qafën punët tona.
gjë që ka ndodhur në mënyrë permanente historikisht që nga krijimi i shtetit grek i të pambarur deri sot e kësaj dite. Pra heqja e largimi i lëngut nga Ministria e Mbrojtjes është një veprim shumë i mirë. Avokat, pse vendosi Edi Rama që të heqë dorë nga Belinda Balloku pikërisht kur e kishte mbrojtur për gati 3-4 muaj me radhë? I dolli boja, nuk mund ta mbaj më. Nuk mund ta mbaj më dhe e bëri për veten e tij, por ndërkohë ka marrë ndonjë siguri nga Belinda që nuk do flas për të. Ka marrë ndonjë garanci. Diku e ka kapur, e ka shtrënguar që ajo të mos flas. Se ndryshe nuk do ta lëshonte. Avokat, ju folët pak edhe për ndryshime që u bën në qeveri dhe përmendët edhe Elisa Spiropalin. Pse një vendim i tillë i zotit Rama që ta largoi përfundimisht zonjën Spiropali nga qeveria e tij? Spiropali kujtoi se u bë listë dhe lëshoi deg. Dhe ju kundërvu dhe e konkuroi në shumë raste, doli më i rënd bishi nga Sjepari. Dhe për këtë arsye ai e hoqi dhe të kuptoi Spiropalit dhe të gjithë të tjerëve që do guxojnë t'i zënë vendin se çfarë i pret. Është e njëjta luftë, e njëjta politik, e të njëjtat veprime që ka bërë Enver Hoxha gjatë gjithë karrierës së tij në pushtet në Shqipëri, vetëm se ky nuk i vret dot, po i largon kështu, i largon nga pushteti. E njëjta taktik është, domethënë mota më pik për pik përsëriten veprimet e Enver Hoxhës për të eliminuar kundërshtarët e tij të mundshëm për të zënë karriken. Nuk ka asnjë për të habitur këtu. Është lufta e brendshme që kanë komunistët midis njëri tjetrit, hahen si qend për kocka, për pushtet, për tendera, për para dhe janë bërë miliarder. Tani Spiropalja ka marrë para sa duash se është furnizuar me lek. Sepse ka qenë drejtoreshe e doganës, ka qenë, i ka marrë masat e saj ajo. Kështu që ky asaj thot që ko punën tënde tani ikse, Mësohet nga burime mediatike që gjatë mbledhjes që ka pasur zoti Rama me grupin mediatik të jetë shprehur që Gjermania po shtyn para hetimin ndaj Ballukut dhe hetimin e Porto Romanës, të portit të Porto Romanës. Nëse bën këtë Gjermania duhet ta falënderojmë me gjithë shpirt të gjithë shqiptarët. Sepse praktikisht hetimet po ngecin nga presioni që u bën ky pallosh i gjatë, se i tha mira jo. Ballukja që i thoshte pallosh i gjatë, se këta me këtë fjalor qarkullojnë në të gjitha institucionet e shtetit të këtia, të Edi Ramës. Që shteti gjerman ka filluar hetimet dhe nxit dhe kërkon të nxjisë spakun, dhe jo kërkon të nxjisë, po e nxit spakun për të bërë hetime të sakta në lidhje me aferat dhe me pronat dhe me parat e shtetit, me tenderat që merren për të bërë punë publike, kjo është gjë e shkëlqyer. Ne na ndihmon, ne na jep mundësinë që të gjykojmë e të shikojmë se kush po na drejton, çfarë po bëjnë, a punon apo s'punon kjo strukturë e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, që është SPAK-u dhe BKH-ja. Kam besimin dhe kam mendimin që gjermanët kanë dokumenta dhe kanë prova pa kontestueshme që dalin dhe flasin dhe publikisht tani për SPAK-un. Se ndryshe nuk do ta bënin, se gjermanët nuk gabojnë që të merren me një gjë që se kanë në dorë, që se kanë provën në dorë. Pra, për mua kjo është një gjë shumë e kënaqshme, edhe pse palloshi i gjatë e konsideron ndërhyrje në punët e brendshme të Shqipërisë, se kështu ishte shprehur diku më thanë, lexova në një nga këto lajmet e portaleve. Edhe nuk i pëlqen që të hyjnë perëndimorët dhe kryesisht gjermano-amerikanët dhe austriakët të hetojnë se çfarë po bëhet në Shqipëri. Kjo gjë atë e irriton, e shqetëson jashtë mase. Avokat, në fakt ka burime që thonë që ka pasur, po themi, figura të shquara të Partisë Socialiste, të cilët janë ankuar në ambasada të ndryshme
lidhur me kolegët e tyre. Besoni që lufta brenda tyre ka filluar tashmë? Jo, lufta e tyre s'ka filluar tashmë, lufta midis tyre për karrike është e përhershme, është permanente, nuk ka ndaluar asnjë çast. Thjesht tani kanë dalë që kanë marrëdhënë, po brenda për brenda ata luftojnë me njëri tjetrin ditë për ditë. Dhe fakti është që ky Palloshi largoi nga Partia Socialiste edhe njerëz me integritet, njerëz me personalitet në politikën shqiptare, edhe pse janë kundërshtar të mirë politik, po në fundit kanë njerëz që kishin personalitet dhe kishin autoritet tek njerëzit, nuk kanë të tillë të korruptuar, të pafityrë siç po i bën ky, siç mblodhi ky të gjithë plerat e politikës edhe të llumit, merr nga rruga dhe bëj ministra, merr nga rruga bëj zëvendës ministra, merr nga rruga bëj ministrat jashtëm, ministrat brendshëm. E kuptoni zotërinj se çfarë ka bërë ky në strukturat e shtetit shqiptar, i ka shkatërruar, që duan një kohë të gjatë që të marrin veten dhe në këto institucione të vendosen njerëz me integritet, njerëz patriot, njerëz që e duan këtë vend. Unë jam i deklaruar nga preqëtërve, nga të gjithë e din që unë nuk jam as me PS, as me PD, dhe jam kundër këtij establishmenti politik, i cili është antikombëtar, është antishqiptar, çoi Shqipërinë në gremin, boshatisi Shqipërinë, po vjedhin prona ditë për ditë dhe nuk e shikoni që po lufton tani gjykata të jap të kthej atë bashkim ulaj në pronat e grabitura në rjoll të Shkodrës, edhe gjithandej dhe po ju them shqiptarëve me që më kujtua kjo çështje, sepse kisha për ta trajtuar ndoshta në një moment tjetër, të shkojnë në hipoteka dhe të kërkojnë statusin juridik të pronave të tyre, sepse po bëhet një ka kohë, unë kam zbuluar ka kohë dhe kam 2 prova për këtë punë, që hipotekat ndryshojnë planet, hartën e fshatrave dhe të qyteteve dhe të tokave dhe i quajnë prona shtetërore ato që u pëlqejnë oligarkëve për të rrëmbyer. Dhe u kanë tjetërsuar pronat dhe nuk e din, kujtojnë se i kanë aty. Prandaj të shkojnë ubithirë qytetarëve shqiptarë, të shkojnë të kërkojnë statusin juridik të pronave të tyre. I kanë apo si kanë? Dhe çfarë po bëhet? Se po u arrëbejnë ditë për ditë, kështu si në rjoll, po ndodh të ujtë e ftohtë në Tepelen, po ndodh gjithandej. Avokat, në fakt, si shpjegoj që në vend që policia e shtetit të mbrojë qytetarët në rjoll, mbron, po themi, oligarkët dhe sulmon qytetarët? Policia e shtetit, zotëri, e ka ngarkuar veten me një përgjegjësi shumë të lartë. Zoti t'i ruaj, të di unë. E kanë ngarkuar veten me një përgjegjësi, janë bërë bashkëpunëtor dhe bashkëfajtor në vjedhjen dhe në grabitjen e pronave, jo vetëm atje. Edhe në jug, në të ujtë e ftohtë në Tepelen, Tërmet Peçi, para 2 vjetësh, ka ndryshuar gen plani dhe strukturën e pronës një familje atje, dhe kur shkon familja dhe i thot më jep gen planin, plan vendosje në kësaj prone, ku kalon kufiri dhe ku duhet bërë rruga, policia i merr njerëzit varr, i shtyn dhe zbaton atë që ka lënë Tërmet Peçi. Në këtë rast unë bisire kryetarit të ri të Bashkisë Tepelen të marrë situatën në dorë, të shikoj dokumentat, të shikoj letrat, të shikoj gen planet, të shikoj atë dokumentin e pronësisë dhe ta largoj policinë, të mos merret policia me qytetarët, se do ngarkohet dhe ky me përgjegjësi pastaj. Unë kam besim sepse tek kryetari i Bashkisë Tepelenës është oficer, oficerët janë patriot, nuk janë delengji, dhe kam besim që do ta sqarojë situatën në themel. Avokat, mbi ç'baza mundej që një oligark të shkojë, po themi, në një fshat ose në një zonë për të marrë tokën e të parëve të disa banorëve të cilët kanë jetuar aty, kanë ndërtuar jetën aty, kanë parë gjyshi duke jetuar aty, pra me çfarë guximi mund të shkojë deri këtu sa të marrë në përkëmbë, po themi, qytetarët? Mendoj që para pak çastesh ju thash që këtë poshtërsi dhe këtë vjedhje të pronave e bëjnë duke ndryshuar hartat që ndodhen, hartat e pronave të qyteteve dhe të fshatrave në hipoteka. Pra, kanë mobilizuar
kalemxhi, hartograf, që ndryshojnë pozicionet e pronave dhe i quajnë ato që janë me pronar dhe që bie fjala nuk është në golëm i Zotit Tokës, po është në Tiranë. Meqense nuk është në golëm, ja merr, ja quan pronë shteti, e ndryshon dhe ky oligarku e merr si pronë shteti atë, se ja kanë dhënë këta, po krimin nuk e bën oligarku, e bëjnë këta. E bëjnë hipotekat, e bëjnë ASHK-t. Prandaj u them shqiptarëve të shkojnë në ASHK dhe të kontrollojnë statusin juridik të pronave. Avokat, ka pasur mjaft rezerva Rama edhe ndaj sistemi gjyqësor ku ka sulmuar prokurorët dhe gjyqtarët. Nuk më habit, ja. Është gjë krejtësisht normale për hajdutët. Hajdutët drejtësinë do akuzojnë. Dihet. Është veprimi më normal që mund të kryej një hajdut pronash, edhe çfarë do lloj hajduti. Pra, drejtësia do merret me shqyrtimin e një prone, dhe ai natyrisht që drejtësisë do të kundërvihet, se nuk ka logjik të gjërave të vej bashkim ulaj në rjoll, flasim për këtë që është konkrete, që është në temë ditëse, kështu ka me mira raste në Shqipëri, po u them unë, jo me qindra, me mira, dhe vete ai thot, është imi, dalër zotërisisht, ju te ku e ke marrë, si e ke marrë, ku e të rasgove, se këta janë autoktonë, shekullor, aty që më të thua ti e kam marrë unë, kushta ka dhënë? E kupton? Pra është grabitje me anë të shtetit. Dhe shteti është në dorë të gangsterëve, të hajdutëve, të palacove, të maskarejve, të korruptuarve, të kriminelve, i kanë të tëra zezat. Është në duar shteti ka rënë në dorë të llumit. Avokat, pas këtyre ndryshimeve që bëri zoti Rama, besoni që qeveria Asnjë gjë mos shpresoni. Pa i kur Edi Rama asnjë gjë mos shpresoni. Duhet iki ai, të qërohet ai, të zërë guri vënd. Duke me ndryshimet e fundit nuk e ka mendjen për t'ikur, avokat, edhe protestat e opozitës sikur nuk është se i shpërfill shumë. E gënjen mendja. Po prap më the opozit ti, prap e zërin gojë fjalën opozit. Sa avokat, Berisha po drejton një opozit dhe po bën protesta gati çdo javë. Jo, Berisha po drejton një grup të strukturuar të tij, të partisë tij, që ta mbajnë gjithmonë kryetarët dhe të jetë në pushtet, se ajo është në pushtet, dhe të jetë opozit. Ata qeverisin bashkë, dhe ekzistenca e Sali Berishës akoma në krye të asaj strukture që quhet Partia Demokratike, një grup hajdutëse dhe gangsterësh dhe ata, bën që Edi Rama të rri, të vazhdoj, të vjedhë dhe rehat, se këtë vërtetoj dhe e vërteton dhe vetë qëndrimi i Berishës në krahasim në raport me qëndrimin e tij përballë Rjollit. Se nuk shkon në Rjoll Sali Berisha, se nuk vetë ti mbështes ata që po mire toka, u them unë, sepse ka marrë vetë toka pa ligj, ka marrë vetë toka të vjedhura nëpërmjet sistemit që thash, nëpërmjet hipotekave, prandaj dhe u shkëput hipoteka nga qytetarët shqiptar, prandaj dhe u mbyllën zyrat, prandaj dhe u thonë merruni me i Albanian, të vijë ai tani në maj të gjesh një koshit në golëm, të gjej internet, të hap, të gjej, të mësoj që është ajo e Albania, e kupton se ç'po bëjnë këta, ore pik, thonë do bëjmë nasit na do qefi, dhe kjo është situata. Dhe këta ata po bëjnë si u do qefi. Akoma Tërmet Peçi ka vjedhur, ka bërë kërdin në qytetin e Tepelenës dhe në qarkun e Gjirokastrës, dhe Tërmet Peçi e bëri deputet ai për ta shpëtuar të mos bëjnë burg. Ja, kjo është, këta janë hajdutët. Ku i kërkoni hajdutët? Vetëm një rast që e kam unë në dorë, çështja e shkollës në Livic. Ka qenë Baxho, mori një 700.000 euro për ta bërë shkollë, dhe ajo është akoma Baxho dhe sot e kësaj dite në Livic. Pra, këta janë hajdut me letra, nuk janë hajdut kështu që vaten fshetas, jo, i marrë me letra, letrat e bëjnë vetë, tëra i bëjnë vetë edhe kështu. Avokat, po protestat e Berishës si shikon pra? Mendoni që nuk ka mos mizen gojë, të lutem, mos mizen gojë, janë një qelpsillok, ajo është opozita shqiptare, avokat? Janë një tradhti interesave të qytetarëve shqiptarë.
Ato protesta janë një tradhtie e interesave të qytetarëve shqiptar, pik. Berisha thotë që për interesat e shqiptarëve del në protestë. Po pse çfarë pretet thot Berisha, thotë që po do dalin protestë, hajdeni se do mbroni mua? Po Ikë një. qytetar ka pasur, i shkojnë nga mbrapa qytetar. Dhe është Po dhe që vjen, halala pasin atë që pësoj. është opozita shqiptare, më e madhe për momentin. Opozit politike nuk është opozit hajdutësh. Pse more ti më shumë e mora unë pak? Po jo opozit politike, jo opozit adzetare, jo opozit patriotike për interesat e kombit të Shqipërisë. Jo, absolutisht jo. Janë grup hajdutësh kundër një grupi tjetër hajdutësh. Ka që thjesht është. Avokata, ka ardhur koha për të ndryshuar klasa politike shqiptare? Të zhduken nga faqedheut kjo klasë politike, se janë të tërë komunistët e 41-shit sot e kësaj dite. Janë po ata, zotëri. Janë po ata, mos si e doni ta shikoni. Merë shiko biografitë e gjithë ministrave dhe të udhëheqjes të dy partive. Janë të tërë me prejardhje komuniste. Që të gjithë, pa përjashtim. Zotë Islami, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë ju faleminderit juve për ftesën dhe miru pafshim në emisionet tjera. Faleminderit.